Ndërmarrja Prishtina Parking nuk ka më të drejtë ligjore të bllokojë vetura, të vendosë gjoba apo të urdhërojë bartjen e automjeteve. Kështu ka vendosur Gjykata Supreme pas fuqizimit të pjesërishtëm të rregullorës për organizimin dhe shfrytëzimin e parkingjeve të komunës së Prishtinës. Në total, gjykata ka konstatuar se numërohen 9 dispozita të rregullorës, të cilat bien në kundërshtim me të drejtat kushtetuese dhe standardet ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Lajmin e ka mirëpritur grupi për studime juridike dhe politike, i cili kishte bërë padinj vitin e kaluar, e i cili bën të ditur se vendimi tani më ka hyrë në fuqi. Nga data 5 maj e tutje, Prishtina Parking nuk ka asnjë kompetencë të vendosë blokada për shkak të mospagesës së tarifës së parkingut nga ana e qytetarëve. Së dyti, Gjykata Supreme ka vlerësuar se lirimi i ndërmarrjes Prishtina Parking nga përgjegjësia për kompenzimin e dëmeve që eventualisht mund të shkaktuar nga personeli i saj në vend parkingjet publike është i kundërligjshëm. Nga njëjta shprehën krenar me epilogun që mori çështja, e që sipas tyre do të shërbejë si shembull. Ky vendim i Gjykatës Supreme është një fitore e madhe për misionin e qendrës në mbrojtjen e interesit publik nga aktet nënligjore të kundërligjshme të autoriteteve publike. Dhe gjetjet e gjykatës sipas padijson do të shërbejnë si precedent për të gjitha komunat e Republikës së Kosovës me rastin e miratimit të rregullorëve të tilla për menaxhimin dhe shfrytëzimin e parkingjeve publike. Mes të tjerash, nga Supremi është fuqizuar edhe kufizimi i kohës për shfrytëzimin e vend parkingjeve rezidenciale nga ana e vizitorëve, si dhe kufizimi i qasjes së qytetarëve në shërbime publike, duke lënë si mundësi të vetme pagesën përmes telefonit. Në mesin e vendimeve të shfuqizuara, i pavlefshëm është shpallur pjesa e pagesës, si dhe në pjesën që kufizon parkingun për vizitorët në zonat rezidenciale nga ora 16 deri në 18. Të pavlefshëm janë shpallur edhe paragrafet që lidhen drejt për drejt me dhënien e përgjegjësisë të Prishtina Parkingut për dëmtimin e veturave dhe kompenzimin e dëmeve. Në vendim, Gjykata Supreme ka theksuar se Prishtina Parkingu, si ndërmarrje publike komunale, ka vepruar përtej mandatit të saj ligjor dhe statutor, duke ndërmarrë veprime që janë kompetencë ekskluzive Policisë së Kosovës apo Inspektoratit Komunal. Një reagim televizioni ka provuar ta marrë edhe nga vetë ndërmarrja Prishtina Parking, por e njëjta nuk i është përgjigjur interesimit të televizionit.